Fortëmturi. Krishti është drita e botës dhe në dritën e tij duhet të shohim jetën dhe veprën tonë. Ky është mesazhi qendror i dy fragmenteve biblike që u lexuan sot. Kuptimi, besimi dhe përjetimi se Krishti është drita e botës do të na bëjë që të besojmë dhe të lavdërojmë saktë dhe drejt Krishtin, për ato që është në të vërtetë dhe në realitet. Mrekullia e shërimit të një të verbëri midis shumë mrekullive përbën një çudi shumë të madhe, sepse i sëmuri ishte i lindur i verbër. Dhe ky shërim nuk u bë me anë të një operacioni. Pra nuk u bë me një ndërhyrje mjekësore të brendshme. Por Krishti pështyu për dhe, bëri balt prej pështymës dhe leu sytë të verbrit me balt dhe i tha: "Shko e lahu te pellgu me ujë i Siloamit." Kjo mrekulli na shfaq fuqinë e Jesu Krishtit. Ai është shembellesa e Perëndisë që sjell dritën në botë. Këtë nuk e sjell vetëm me fjalë, pra me predikime dhe udhëzime, por edhe me vepra, me shërime, pastrime dhe udhëheqje shpirtërore. Në personin e tij shfaqet njohja e lavdisë së Perëndisë dhe ai udhëheq njerëzit të drejt lavdërimit të Perëndisë. Kështu ai realizon misionin e tij mesianik për të cilin kishte ardhur në botë. Vëllezër dhe motra me Krishtin, do të doja që të theksoja sot dhe të mbani mend edhe një mesazh tjetër që është shumë i rëndësishëm dhe ne e hasim vazhdimisht në jetën tonë dhe për të cilën kemi nevojë. E mira del edhe nga dhimbja. Gjithmonë kjo në dritën e Krishtit. I sëmuri dhe familja dhe shoqëria përqar këtij nuk e njihnin Krishtin. U desh pra kjo sëmundje dhe ky shërim që jo vetëm ta njohin Krishtin, por edhe t'i hapin sytë dhe njëkohësisht t'i hapin sytë e mendjes dhe të shpirtit. Të besojnë pra te Krishti dhe t'i japin lavdi Perëndisë. Sot ne besimtarët e shohim dhimbjen si pasojë të mëkatit personal, por dhe të natyrës njerëzore. Dhe Perëndia lejon dhimbjen, por nuk e shkakton ai dhe nuk e jep ai. Dhe për aq sa ne dëgjojmë një shprehje të tillë, kuptojmë që është një formulim i gabuar, por jo vetëm kaq, por është edhe një mendim, por edhe një besim i gabuar. Ne besimtarët e shohim dhimbjen gjithashtu edhe si një njohje të thellë të besimit, me anë të cilës ne kalojmë sprova dhe shfaqim besimin tonë. Por nuk mbetemi vetëm këtu tek sprovat dhe te shfaqja e besimit tonë. Por ne e shikojmë dhimbjen edhe si një formë për të transformuar njeriu tonë të brendshëm. Ndonë se jemi e në balte, ne jemi tempull i Perëndisë. Ne mbajmë Krishtin brenda nesh. Pra këtë thesar të cilin shfaqet lavdia e Perëndisë. Dhe dhimbja nuk është vetëm thjesht trupore, por është edhe shpirtërore. Ne nuk u vuajmë vetëm nga ana fizike, por vuajmë nga disa dhimbje të tilla, edhe shpirtërore, mendore. Dhe dhimbjet nuk na vijnë vetëm nga vetja jonë, na i shkaktojnë edhe të tjerët. Madje edhe kur të tjerët fillojnë edhe një fushat persekutimi. Pra gjithmonë në dhimbje ne përpiqemi që të kemi dhe të kujtojmë Krishtin. Dhe apostulli Pavol na porosit vazhdimisht dhe thot: jeta e Jesuit duhet të shfaqet në jetën tuaj gjithmonë. Në fragmentin apostolik që është përcaktuar sot për t'u lexuar, pra në letrën e dytë drejtuar Korinthianëve, apostulli na thekson fuqishëm se si ne duhet të përballojmë këtë dhimbje dhe se si ne duhet të jemi vazhdimisht të krishterë të mirë duke patur Krishtin ndërmend. Edhe kemi këtë thesar në enë balte, që të jetë teprimi i fuqisë nga Perëndia dhe jo nga ne. Në çdo gjë shtrëngohemi, por nuk jemi në ngushticë. Jemi të ngatëruar, por nuk dëshpërohemi. Ndiqemi, por nuk jemi të braktisur nga Perëndia. Jemi të mposhtur, por jo të humbur, duke sjellë përreth
gjithmonë në trupin tonë vdekjen e Jesuit, që është jeta e Jesuit të shfaqur në trupin tonë. Gjithashtu i përmend, sepse të gjitha janë për ju, që hiri duke tepruar për falenderimin e më të shumtave të teprojë në lavdinë e Perëndis. Prandaj nuk shkurajohemi, por ndonse njeriu i jashtëm prishet, i brendshmi për të rihet dita ditës, sepse i dhërimi ynë i lehtë, i përkohshëm, përpunon për ne një lavdi të përjetshme tepër të madhe. Ne nuk i hedhim sytë mbi ato që shihen, por mbi ato që nuk shihen, sepse ato që shihen janë të përkohshme, por ato që nuk shihen janë të përjetshme. Pra, le të përpiqemi vazhdimisht në jetën tonë që Krishtin ta mbajmë në këtë jenë të thyer dhe të që është rimërkombur nga vetë Krishti, në një këtë jenë balte ku qëndron hir Perëndis, dhe me jetën tonë të shfaqim që Krishti jeton brenda nesh, dhe kështu me besimin dhe me lavdërimin të pohojmë ashtu si themi në lavdërimin e madh në doksologji. Me dritën tënde, o Zot, do të shohim dritë. Amin.